Një ditë pas publikimit të skandalit ku ishte aktivisti i Partisë Socialiste në Saranda, Gron Cane kërkoi marrëdhënie seksuale me një vajzë 14 vjeçare, flet pra një report shtetasja me inicialet EG, nëna e të miturës. Ajo deklaron se vajza e saj nuk e njihte Canën dhe se i dyshuari e ka parë 14 vjeçaren vetëm 2 minuta. Pas kësaj EG deklaron se Gron Cane, të cilin e ka kushërit e largët, e ka takuar të bien vetëm 2 minuta. Vajza nuk e njihte se kush ishte Gron Cane, vetëm në momente kur unë kam vajtur që kam treguar analizat e vajzës time për mos të më hequr nga puna Kostaj Llapa. Vajza ndëi në korridor, biles nuk u fut bëna në zyrë, nga që nuk e njihte, dhe ai në person më ka thënë kush është për jashtë, ai thash është vajza, thuaj do vi brenda tha. Hyri vajza brenda? Dhe i fola vajzës dhe i thash mami hajde këtu. Erdhi vajza, ai e takoi vajzën dhe vajza doli prapë për jashtë. I ndonjë shumë rënd dhe doli prapë për jashtë. Nuk qëndroi. Unë duke dalë bashkë me vajzën, këtë ikja bashkë me vajzën, ki më thotë që nxirre vajzën, jo, ktheu çik prapë ti, më thotë mua 2 minuta thotë. Unë nuk ktheva prapë dhe ai shprehu dëshirën për të patur një marrëdhënie me vajzën time. Domethënë fare. Vajza nuk pati as kontakt, as telefon, emrin as gjë. Absolutisht. Sepse Agroni dinë më shumë që unë isha vajza e Halimgegës dhe më ka prezantuar si kushuriri i babait tim. Dhe unë duke ecur, domethënë me mendimin që atë familje kam patur gjithmonë kushuri të largët, shumë të largët, nuk e di, dhe se kam vetur kur baban tim se çfarë kushuri e kishën, Gron Cane. Më tej EG rrëfojnë për kamerën e një report se nuk priste që Cane t'i gjente punë, por se paraqiten në zyrën e tij vetëm për të shënuar kërkesën për të gjetur punë shteti, ndërsa rrëfen se ndihmën ekonomike ja ka siguruar më herët Partia Demokratike. Unë te Agroni thjesht i veja për të shënuar, domethënë ankesën time në ndihmë ekonomike më kanë futur domethënë që kur që Partia Demokratike në pushtet. Pastaj kur u fut Stefan Qipa i kërkova një punë në bashki, si në Lulishte apo kudo që të ishte, dhe më thotë që nuk ka punë, janë të zëna. Mbasi dolën faktet, ndërhyri me njëherë policia. Mbasi dolën faktet, policia e shtetit më ka ardhur, domethënë më ka dhënë ndihmën me njëherë që e kam kërkuar. Ndërsa avokati Gron Canes Gjergji Meraj pretendon se videoja që përpiqet të implikojë klientin e tij në një skandal seksual është e montuar. Sipas tij, procedurat e arrestimit kanë qenë të paligjshme. Policia gjyqësore është nxitur nga deklaratat e shtypit të cilat janë të paautorizuara, janë të paligjshme dhe janë me mbrapavit të pasër politike. Jemi të bindur se videoja është e montuar, historia është e montuar, pra ne me njëherë i kemi drejtuar kërkesë prokurorisë për ta deklaruar të paligjshëm arrestimin në flagrancë për arsye se nuk ka asnjë provë ligjore. Pra, po e theksoj, nuk ka asnjë provë ligjore përveç zhurmës që është bërë në media